Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim në Bruksel me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa në prag të konferencës së 4 ndërqeveritare Shqipëri-BE, që do të mbahet në Luksemburg. Pas takimit, Rama dha një prononcim të shkurtër për mediat, ku u shpreh inkurajuar nga zhvillimet në procesin e integrimit dhe ritheksoi përkushtimin për përmbyllje negociatave deri në vitin 2027. Ditë e rajonit tonë është diçka që e vlerësoj shumë. Sot sigurisht është një ditë shumë e mirë për ne, sepse kemi një tjetër konferencë dhe çelim kapituj të tjerë, ndërkohë që me presidentin jam shumë mirënjohës për kohën që më ka kushtuar për zhvilluar një bisedë rreth përparimit që ne po bëjmë në këtë proces e pastaj edhe për summitin e ardhshëm të Komunitetit Politik Evropian, i cili është një aktivitet, një eveniment shumë i rëndësishëm përgjithësi, por ka një rëndësi të posaçme në këtë moment, në kohë dhe sigurisht edhe do të flasim për rajonin ndaj të cilit presidenti është veçanërisht i përkushtuar. Kështu që ka shumë. Nga ana e tij, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa vlerësoi progresin e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit dhe njoftoi se në mesin e majit do të nisë një tur në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai shtoi se ambicia është që të hapen dhe kapituj të tjerë negociues brenda këtij viti, duke e cilësuar këtë një sinjal të fortë për përparimin e Shqipërisë në rrugën drejt BE-s.